Në çfarë momenti ti e morë këtë vendim? Pse të desh të shkojë te psikologu? 4 vitet e fundit të jetës time kanë qenë shumë të errta, siç e kam thënë, dhe pa diskutim që unë kam pas nevojë shumë të madhe të isha në ndikimin ose në efektin pozitiv që të jep psikologu, por jo vetëm. Në momentin që unë kam humbur babain tim, ka qenë një goditje shumë e rëndë dhe një dhimbje shumë e madhe që pa diskutim unë e kam kaluar në shoqërinë e psikologut, por edhe të mjekëve të tjerë, sepse gjendja e rënduar psikologjike, por edhe më pas edhe shëndetësore, pa diskutim që kërkonte ndihmën e mjekut dhe të psikologes. Albana, i shëron koha plagët? Koha nuk i shëron kur plagët. Dhe plaga ngelet gjithmonë aty. Edhe ajo plagë her pas here të sjell një dhimbje shumë të madhe, sidomos në momentet që ti mendon, në momentet që ke momente të rëndësishme të jetës tënde, edhe të mungojnë njerëzit që ti i do më së shumti në jetën tënde, siç është mungesa babait tim. Unë isha në një rrugtim të jashtëzakonshëm në Big Brother, një ëndër e babait tim, dhe ishte një dhimbje shumë e madhe që nuk kisha mundësi për të ndarë me babin, po uroj dhe shpresoj që nga lartë më ketë bekuar dhe të më ketë ndjekur, dhe uroj ta kem bërë të ndihet krenare, dhe pse shpesh herë frikrat e mia kanë qenë të mëdha, nëse jam mirë, nëse po duke mirë, nëse babai do donte të më shikonte kështu, ose momente emocionale që kam kaluar brenda asaj shtëpie. Kështu që do kisha dashur shumë ta kisha ndarë me babin. Ti e ke ndarë, por në një formë tjetër? Në një formë tjetër, po.